Të dashur vëllezër besimtar, në xhumon e kaluar folëm për 3 të dërguarit, të cilët Zoti i Madhreshëm i dërgoi tek banorët e një qyteti dhe pam se si këta të dërguar me gjithë urtësinë e tyre, mesazhin e tyre që dështën ta përcjellnin tek një popull, megjithatë hasën në vështirësi për shkak se tek ky popull sundonte arroganca, sundonte mendjemalësia. Andaj pam se si krerët e këtij qyteti, pra njerëzit me pushtet dhe para, i kërcënuan këta të dërguar. Pra i kërcënuan se kishin për t'y mbytur. Dhe nëse do të na jepej mundësia që të shihnim një film, pra shihnim këtë ngjarje tamam të paraqitur në një skenë filmike dhe të shihnim këta 3 të dërguar përballë popullit që ishin gati të mbysnin këta të dërguar, do të thonim se gjithçka për ta ka mbaruar. Mirë po, Allahu i Madhreshëm me urtësinë e tij bën që të ndryshojnë gjërat aty që nuk ja merr mendja asnjëriu. Pra Zoti i Madhreshëm në këto momente na e tërheq vëmendjen në një periferi qyteti, siç thot Zoti: "Wa jaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a." Dhe nga skaji më i largët i qytetit erdhi një njeri duke vrapu. Pra Kurani nuk thot se erdhi një ushtri për t'i ndihmuar këta pejgamberët që ishin të rrezikuar nga ky popull arrogant, nga ky popull mendjemal. Mirë po, Kurani thjesht po thot erdhi një burr dhe nuk ceket emri. Transmetohet se ky burr që erdhi nga skaji i largët i qytetit ka qenë zëruktar me profesion. Dhe ka qenë një punëtor, një njeri që fitonte bukën e gojës me djersën e ballit, ashtu si shumica prej nesh që e bëjmë këtë gjë sot. Dhe kjo ka një mesazh të madh të dashur vëllezër, për të bërë punë të mëdha tek Zoti. Nuk ka nevojë që me posedu ndonjë titull, me pas fond të madhe. Mjafton që të kesh sinqeritet, mjafton që të kesh një të pastër që të vlerësohesh dhe të shmohesh tek Zoti. Nuk ka rëndësi a je shef apo je punëtor i thjesht, mirë po nëse ke besim në zemër, ti mund t'jesh njeriu që e ndryshon fatin e një lagjeje. Kurani përmend se ky njeri nuk erdhi thjesht duke ecur, mirë po Kurani e përmend yas'a, pra ishte duke vrapu ky njeri. Dhe shtrohet pyetja, pse vraponte ky njeri? Pra pse ky njeri nga skaji më i lartë i qytetit erdhi duke vrapu? Sepse ky njeri kishte dhimbje për njerëzit, sepse ky njeri i digjej zemra e tij nëse populli do ta psonte në rast se do t'i mbyste pejgamberët, sepse pas kësaj do të pasonte dënimi i Zotit. Dhe erdhi ky njeri i vetëm me ju dalë në krah pejgamberëve, këta 3 të dërguarve që populli i kishte rrethuar për t'i mbytur. Dhe të dashur vëllezër, siç e thekson Zoti i Madhreshëm, thot:
Aqsal Medine, nga skaji më i lartë i qytetit. Është interesante me ndalë edhe me kuptu thellësisht Kur'anin, kuptimet e Kur'anit. Pse Zoti e thekson këtë fjalë nga skaji më i lartë i qytetit? Sepse zakonisht në qytet, pra në qendër qytetit, jetojnë njerëzit e pasur, jetojnë njerëzit me pushtet. Ndërsa në skajnë e qyteteve, periferifikun, fshatra, zakonisht jetojnë njerëzit e thjeshtë, të cilët merren me punë të thjeshta, punojnë aq sa ju ka dhënë Zoti që të fitojnë vetëm nga puna dhe nga dirësa e vallit të tyre. Dhe kjo të dashur vëllezër besimtar na jep një mësim të madh neve. Pra, mos mendoni kur se feja pra ju takon vetëm njerëzve të ditur. Pra Zoti i vlerëson dhe e çmon edhe njeriu që është i thjeshtë, i cili nuk ka famë, i cili ndoshta nuk ka dituri shumë, mirë po ka pastërti në zemër, ka një jetë pastër, ka sinqeritet në punën e tij që e bën. Gjithashtu Allahu i Madhëshëm e përmend të rajulun, një njeri, pra, si që thash, nuk ja përmend emrin, dhe me drejt mundemi me pyet, pse Zoti i Madhëshëm nuk e përmendi emrin e njeriu, mirë po thjesht tha, erdhi një njeri nga skaji më i lartë i qytetit me i mbrojt, me i mbështet, me i përkra këta tre të dërguar, të cilët populli i tyre pra po i refuzonin dhe të dëshiranin të mbysnin këta tre të dërguar. Ky është të dashur vëllezër besimtar, arsyeja pra pse Zoti se përmend emrin e këtij njeriu, do të thotë se ky njeri mundet me qenë secili prej nesh. Pra secili prej nesh mundet me dhënë kontributin e tij për të mirë kur t'i jepet mundësia. Sepse nëse do t'i përmendej emri, do thoshim ai ka qenë i veçantë sepse ka qenë filani, ja që Zoti nuk po e përmend emrin e këtij personi, me na bo me dije se mundemi me qenë secili prej nesh që kur t'na jepet mundësia me dhënë një kontribut për të mirë, me e dhënë atë kontribut. Ose kur t'na jepet mundësia për me e ndalë një vepër të keqe, me e dhënë kontributin për me ndalu ajo e keqe. Andaj të dashur vëllezër besimtar, ky personalitet anonim që theksohet në Kur'an, kuptojmë se Zoti nuk kërkon prej neve famë, mirë po thjesht Zoti kërkon prej neve vepër sinqert me një jetë të pastër. Dhe gjithashtu Kur'ani e përmendi me fjalën yas'a. Pra ky njeri nuk erdhi thjesht duke ecur, mirë po erdhi duke vrapu, duke shpejtu, sepse të dashur vëllezër besimtar, kur është diçka me urgjencë, pra veçanërisht kur pengohet e mira, duhet me shpejtu që me e përkrahë mira dhe me e pengu të keqen. Andaj këtë njeri e brengëste e keqe e këtij populli dhe e synon të kënaqësi mirësitë e pejgamberëve që ata ta përhapin mesazhin e tyre. Andaj nuk erdhi thjesht duke ecur, mirë po erdhi duke vrapu. Andaj të dashur vëllezër, kena jap neve edhe një mesazh shumë të madh për neve që jetojmë këtë kohë. Sot për shembull, secili prej nesh vrapojmë. Dikush për shembull vrapon për kapur orarin e punës. Dikush tjetër vrapon për të kryer një punë. Dikush vrapon pas ofertave të ndryshme që i sheh në markete, në dyqane. Mirë po shtrohet pyetja të dashur vëllezër besimtar. Sa prej nesh vrapojmë për me i pajtu dy njerëz që nuk flasin me vite. Sa prej nesh vrapojmë ndonjëherë
për mja në gjitë dorën, për mja dhonë dorën dikuj që ka nevoj, edhe pse nuk kërkon a ndihmë, po ti e sheh se a i ka nevoj, me përkrah, me ndihmu. Kjo është ajo çka neve na mëson historia e këtij personi të dashur vëllezër. Andaj ky njeri i thjesht pa emër dhe nga skaj i lartë i qytetit na thot neve sot mos britvohesh i pasur, mos britvohesh i ditur, me aq sa të ka dhënë Zoti, jepe kontributin tanë. Me aq sa ke mundësi, si në që të ndihmosh që të përhapet e mira dhe të ndalohet e keqja. Të dashur vëllezër, imagjinoni ky njeri arrin para turmës, e cila ishte në ato momente e nervozuar së tepërmi, sinante që të mbeste të dërguarit. Për çfarë sebepi, për çfarë arsye, siç e përmendëm në xhumon e kaluar, vetëm se ata sinonin që këta njerëz të ishin të udhëzuar. Vetëm se i këshillonin që të adhuronin Zotin dhe mos t'i adhuronin idhuj. Vetëm se i këshillonin që të distancoheshin, të largoheshin prej gjunaheve. Kjo ishte arsyeja që këta njerëz i kishte pengu e vërteta dhe sinonin që ta zhduknin atë. Dhe të dashur vëllezër besimtar, ky njeri e fillon fjalimin e tij, i cili fjalim është mesazh për neve që jetojmë, sepse siç kemi thonë, Kurani nuk është një libër që ka mbaruar koha e tij me vdekjen e pejgamberit alayhis salam. Kurani është libër hyjor i cili do të jetë aktual deri në ditën e gjykimit me mesazhet e tina. Ky njeri ju drejtohet ti populli që sinante të mbeste të dërguarit dhe në çfarë gjuhë, nuk ju drejtohet me gjuhën o ju gjunaqar, o ju të pabes apo gjërat ngjashme, mirë po si ju drejtohet me fjalën ja qawmi tabi'ul mursalin, të o populli im, pasoni të dërguarit. Pra, e filloni me një thirrje të butë, o populli im, unë që jam nga mesi juaj, unë që kam kuptu vërtetësinë e shpalljes së pejgamberëve, unë që kam kuptu se me të vërtetë feja është hak, Zoti një, Allahu i madhreshëm është i vetmi që meriton të adhurohet, po ju ftoj sinqerisht që të pasoni këta të dërguar, që t'i ndëgjoni dhe t'i respektoni këta, dhe jo sinoni që ty mbysni ata. Dhe të dashur vëllezër, kena mëson neve që sa herë kur dëshirojmë me e këshillu dikant, mos me lujtë rolin e gjykasit. Mirë po, gjithmonë sinojmë që me butësinë e fjalëve tona t'i afrojmë të tjerët në këtë fe. Të dashur, vazhdon ky njeri, ky person që Zoti nuk e thekson me emër, mirë po e ka ngritur lart në reputacionin e tij për shkak të veprimit të tij sinqert. Vazhdon dhe thotë ittabi'u men la yas'alukum ajran, pasoni ata që nuk kërkojnë shpërblim prej juve. Pra pasoni të dërguarit sepse ata nuk po kërkojnë prej juve pasuri. Nuk po kërkojnë prej juve që ju atyre t'ju ndërtoni shtëpi, t'ju ndërtoni pallate. Pra ata po lodhen thjesht sepse kanë dëshirë që ju të jeni të udhëzuar në rrugën e drejtë. Dhe pas kësaj vazhdon dhe thotë وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Shikoni sa bukur e prezanton besimin e tij, duke sfidu logjikën e tyre. Thotë, e çka kam unë që mos me e adhuru atë i cili më ka kriju dhe tek ai që do të kthehem. Pra me fjalë tjera, se mos me adhuru Allahun i cili më krijoi në formën më të mirë, mi dha duar për të punuar,
mi dha këmbët për të ecur, ma dha mendjen për të logjikuar, ma dha gojën me cilën ushqehem dhe me cilën flas. E çka kam unë që të mos e adhuroj këtë Zot që krijoi dhe mi dha të gjitha këto, pra sfidon të ky njeri i thjesht logjikën e të, që ata disohen edhe ta pyesin veten, po neve kush na krijoi? Na krijoi pikërisht ky Zot për cilin po flet ky njeri. Dhe në fund të dashur vëllezër besimtar, kur e sheh se njerëzit nuk po e ndëgjojnë fjalën e tij, atëherë ki haftas deklaron besimin e tij, duke thonë inni amantu bi rabbikum fasma'un, unë i kam besuar Zotit tuaj, andaj më dëgjoni. Edhe këtu ka një urtësi. Nuk thot i kam besuar Zotit tim, mirë po thot i kam besuar Zotit tuaj, duke ja u bë me dije atyre se Zoti im dhe Zoti juaj, të cilin ju po e mohoni, është ai i njëjti që neve na ka krijuar në formën dhe mënyrën më të mirë. Dhe kjo të dashur vëllezër besimtar na jep një mesazh të madh neve. Nuk ka rëndësi sa pak jemi në numër, një zot i sinqert mundet të me qenë shumë më i fortë se miliona zëra që nuk kanë sinqeritet në fjalët e tyre. Kur dikush për shembull thot një të vërtetë, që e sheh një tëmet tek ty, mundohet me të këshillu, mos u nxehet. Nalu pak, ky që është duke më këshillu, a synon ndonjë interes prej meje? A synon me përfitu prej meje diçka? Momentin që e kupton se ai nuk ka asnjë lloj interesi prej teje, thjesht dëshiron që ti t'jesh në rrugë drejt, në rrugë të udhëzuar, atëherë pse mos pranosh këshillën që t'jepet, pa marrë parasysh nga cili person që t'vjen ajo këshill. Dhe të dashur vëllezër, tani vim tek fundi i kësaj historie të këtij personi. Çfarë ndodhi me këtë njeri i cili vrapoi nga skaji më i larg i qytetit dhe erdhi dhe ja u tha këta fjalë të buta me mirësjellje duke e këshilluar popullin e tij? Pra, historia tregon se turma e gërsuar, e cila siç përmenda me gjumon e kaluar, e ishte e kapluar nga arroganca dhe mendjemadhësia, u vërsulën dhe e mbytën këtë njeri. Pra e mbytën zërin e të vërtetës. Mirë po është interesante të dashur vëllezër besimtar, po ta morrim ta lexojmë surën Yasin në përtet. Dhe të shohim këtë histori, Kurani nuk e thekson më mënyrën se ç'është e mbytur. Mirë po me njëherë Kurani ka lënë krejtësisht në një skenë tjetër. Thuhet në Kur'an, qila udkhulul janna, dhe ju tha këtij personi hen xhennet. Shikoni të dashur vëllezër besimtar, ndoshta në sytë e njerëzve po ta shihnim këtë si një skenë filmika, të thonim se dështoi ky njeri, pra u vra në mes të rrugës, mirë po për Zotin kjo nuk ishte dështim, mirë po ishte fitore, sepse të dashur vëllezër besimtar, nëse tek njerëzit konsiderohesh humbës për shkak se nuk do të u mbyte nga arroganca, nga mendjemadhësia e tjerëve, tek Zoti ky njeri u pa si mbret i xhenetit, sepse kjo na mëson të dashur vëllezër besimtar një mesazh na jep shumë të madh. Sa herë ne mërzitemi kur dikush na bën pa drejtësi, punë apo jetën tonë, sa herë ne ndihemi të vegjël kur dikush na nënçmon, gjithmonë ta kujtojmë këtë jetë, që do të vjen inshallah një moment dhe do të na thuhet qila udkhulul janna, hen xhennet. Pra, kjo është vlerësimi
më i madh që neve na jep Zoti, sepse fatkeqësisht dikush e pret vlerësimin prej që t'ju vjen prej njerëzve. Mirë po besimtari vlerësimin nga kush e pret? Besimtari vlerësimin e pret nga Zoti. Është dita e gjykimit ajo që do t'i vlerësoj njerëzit se për tu janë të destinuar, për shkak të veprave tyre sa kanë qenë në dunjë që kanë punuar. A janë të destinuar për në xhenet apo janë të destinuar për në zjarrin e xhenemit? Është interesante të dashur të besimtar se çka tha ky njeri kur Zoti e përmend në Kur'an ju tha qila dkhulil janna fil janna. Çka tha ky njeri në momentet kur u zgju në xhenet? E pa veten e tij, pra pasi u vranë në një e pa veten e tij në xhenet. Çka tha për popullin e tij? Nuk tha, o Zot, dërgoj gjithë ata të cilët u bon se për likuidimin, vrasjen time, që me hy ata në xhenem. Mirë po çka tha? Kur pa bukurinë dhe mirësinë e xhenetit, tha ja lejta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Sikur ta dinte populli im se qysh më fali Zoti jem dhe më bani prej nderuar. Dhe në atë gjendje ai brengosej për mirëqenjen e popullit tij, të cilët edhe pse e kishin vrarë, ki ende në botën tjetër, pra siç e prezanton Kur'ani, lutej për udhëzimin e të. Sikur ta dinte populli, ta kuptonte realitetin, ta kuptonte të vërtetën, dhe për këtë vend synonte që të besonte Allahun dhe të vinte në xhenetin e Zotit të Madhërisht. Andaj të dashur vëllezër besimtar, kjo është padyshim niveli më i lartë i imanit, niveli më i lartë i besimit. Pra, ja dua shtrirën atij që të ka bëu keq, më të merr bota që kush. Dhe të lutesh për udhëzimin e atij i cili ndoshta të ka nënshmu me fjalë, ta ka thonë ai fjalë që të ka rëndu. Kjo është një nivel shumë i lartë i besimit, që jo çdo kush mundet me arrit këtë nivel. Pra, ne të dashur vëllezër, jetojmë në një shoqëri ku ndoshta jo gjithë na kuptojnë. Jetojmë në një shoqëri që ndoshta na shohin edhe me dyshim. Mirë po të dashur vëllezër besimtar, reagimi ynë ndaj tyre nuk duhet me qenë urrëtie. Reagimi ynë duhet me qenë, o Zot, udhëzoj këta njerëz. Me u lutë që Zoti me ju udhëzu ata në rrugë të drejtë, që me braktis rrugën e gabuar. Andaj të dashur vëllezër besimtar, përderisa i afrohemi kohës së ezanit xumos, ta marrim këtë histori me vete në shtëpitë tona. Të burrit i cili vraponte nga skaji më i lartë i qytetit, sepse ky njeri na i kalon 4 porosi, të cilat porosi ja vlen me i kujtu ne çdo ditë. Porosia e parë, vlera jote nuk mbarret nga pasuria. Sot përderisa njerëzit vlerësojnë sa pasuni ki, çfarë veture të bukur ki, çfarë lagje të bukur jeton, tek Zoti nuk vlerësohesh kështu. Tek Zoti vlerësohesh sa i sinqert je në veprat që i bën. Qoftë në namazin tënd, në agjerimin tënd, në sadakat që jep, në këshillat që jep, kështu me radhë. Porosia e dytë që na jep ky person në surën Yasin është se një Zot i vetëm mundet me e bo diferencën. Dhe kjo më së miri na e prezantoi ky person i vetëm të cilin Zoti e lartësoi famën e tij për shkak të sinqeritetit në fjalët e tij dhe në veprat e tij. Porosia e tretë është se fituria e vërtetë jo domosdoshmërisht është gjithmonë këtë botë. Dikush mundet me pyet pse bre unë po falja, po agjeroj, po jam njeri mirë, po mundohna me qenë rrugë drejtë. Ai tjetri i cili fare nuk falë, madje nuk e beson fare Zotin, Zoti ka dhënë mirësi pa numërta.
I ka dhënë mirësi të shumta. Pse kjo diferencë? Dihet të dashur vëllezër besimtarë se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë kjo botë është turp për besimtarin edhe farajs për pabesimtarin. Pra, edhe nëse ke sprova dhe të lashe, dije se kjo botë është kalimtare. Vjen një moment që vjen momenti kur do të vlerësohemi për punën edhe kontributin tonë dhe porosia e katërt të dashur vëllezër besimtarë. Ky person në surën Yasin na mësoi që zemra e pastërt nuk mban inat në mënyrë që të arrijë gradën më të lartë besimit, ne duhet me ja dëshiru të mirën njëri tjetrit. Pa morë parasysh nëse tjetri arrin në një nivel më të lartë se të në pasuni, apo në famë, apo kudo që të jepet mundësia. Kjo ty nuk duhet me të bëjë xheloz, kjo ty nuk duhet me bëjë që mja pas inati dhe me urrejt ata. Përkundrazi, lutu për ta thuj, o Zot, jepi shtoja bereqetin, po ashtu luto edhe për veten tënde, sepse lutja e besimtarit që ja parashtron Zotin, sigurisht se ajo do të pranohet apo do të zaventësohet me diçka më të mirë se sa ajo që ka kërkuar. Lutim Allahun e Madhreshëm që të na bëj Kur'anin pranver të zemrave tona dhe të na bëj pra atyre mirë që vrapojnë drejt punëve të mira dhe drejt faljes së Zotit. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.